se tashmë është botërisht e ditur edhe ndër shqiptar, por edhe ndër ndërkombëtar. Por që të tentosh të kthesh edhe këtë parlament, edhe të vazhdosh në parlament të instrumentalizosh një farsë tjetër, kjo nuk ishte ndodhur kur, as ishte imagjinuar kur. Në rast se juve ju dhunon dhe ju dikton çdo gjë narkosi, shqiptarët ka nevojë të dinë të vërtetën, sepse ne jemi opozita dhe kemi detyrë të shpërthejmë ato prangat që ju ka futur ju narkosi në çdo hap dhe t'ju themi ato që është realitet në këtë vend. Shiko, tani edhe këta ministra këtu, gjysmën e tyre nuk i njeh as i shqiptar. A e dini ju apo se dini? Asnjë shqiptar. Po dhe këta ka nevojë të flasim, i lini të flasim edhe ju. Duhet flisit, ju dëgjojnë shqiptarët, çfarë dini të bëni, çfarë dini të thoni, pse jeni aty? A jeni obortar, a jeni ministra qeveritar? A do ju flisni? Ka nevojë shqiptarët të dëgjojnë. Po jo, ju doni që çdo seancë të kthehet në farsë dhe të flas akademia e barinjve juaja, ndërsa kur vjet e opozita të ndërpritet fjala, jo zotri. Ka ndodhur ngjarje, ka ndodhur, janë zhvilluar çështje, janë elaboruar shumë gjëra, ka dalë një raport i Departamentit Amerikan të shtetit për klimën e investimeve në këtë vend dhe këtë shqiptarët duhet ta dinë. Ka ndodhur, ka dalë zbardhur nga shërbimet sekrete të partnerëve dhe jo nga Partia Demokratike. Aruba, takimi i Arubës është lemeritës, që tregon se si bosët e narkosit ulen me qeverinë shqiptare, tregon se si një orë 500.000 euro u jepet atyre për t'ia dhuruar kreut të narkosit si një shpërblim ose si një mirënjohje që po fut paran e drogës dhe të korrupsionit në sistemin dhe në ekonominë shqiptare. Ka gjë më tronë se kjo? Jo, po ju djeg, kjo nuk duhet diskutuar për ju, sepse për ju duhet të rrinë në kuadrin e lloqeve që po bëni deri tani, dhe që ky kuvend për ju s'ka problem fare të quhet kuvendi i lloqeve. Mjafton që kreu i narkos së bashku me këtë organizatë kriminale këtu të firmosin pap sipas interesave të klientelistës dhe të karteleve që ju kanë sjell këtu gjysmë për jush, se këtu folën ti e përfaqësues e karteli. Folën përfaqësues e kartelesh këtu. Po, kush ka sjell vot ty? Kush ka sjell ty? Benqimia ka sjell ty këtu. Ti s'ke asnjë vot. Zotin Ata, ju lutem mos përdorni fjalor jo parlamentar. Që ta dishti. Nëse doni të vazhdoni fjalën. Çka ka sjell? Suel Qela. Ja pra këtu është. Ja ku e ke. Kush e ka sjell këtë ministër? Sueli. Këtë tjetër kush e ka sjell? Xhabafti. Ja ku e ke Blend Xhabaftin. Ja pra kjo është. Ja ku e ke. Kush e ka sjell? Kush e ka sjell këtë tjetrin? E ka sjell Troplinët. Ja ku jeni. Prandaj ju djeg dhe doni ta mbani në suazën e lloqeve gjithë të histori. Jo. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë atë që e kemi thënë dhe ne, por që ju kur e thonim ne kërcenit se jo opozita. Shish thot, ekonomia shqiptare dhe zhvillimi i saj mbeten të ndjeshëm ndaj korrupsionit për hapur. Kush e bën korrupsionin? Ja ku e ke organizatën kriminale. Këta bëjnë korrupsionin me krye narkosin. Po. Ndaj krimit organizuar. Kush është krimi organizuar? Karteli Troplini, karteli Qela i Suel Qelës, karteli i Xhabave e tjerë. Këto janë krimi organizuar. Po këta ju kanë sjell gjysmën tuaj këtu, ndaj ju e mbyllni. Ju e mbyllni se zguxoni të flisni kundër padronëve. Ndaj keni qef që vazhdimisht vetëm lloqe. Po çfarë thot raporti? Raporti thot sepse konkurenca në qeverinë e narkosit është e shtrembruar. Pse fituesit e tendave të koncesioneve cakton narkosi. Nuk ka lidhje me procedurat. E thot Departamenti Amerikan i Shtetit dhe jo vetëm opozita. Po çfarë thot? Ju keni thënë narkosi thot që këtu është mrekullia në këtë vend. Po raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thot se prodhimi i përgjithshëm bruto për frym
është sa 1/4 e BE-s. Keni parë narkosi që thotë ne në BE në 2030. Në BE me çfarë? Po. Me çfarë në BE? Tani, çfarë thot? Shqipëria thot raporti, ka një mekanizëm për kontrollin, për screening e investimeve të huaja direkte, investorët e huaj vazhdojnë ta perceptojnë Shqipërinë si një vend vështirë për të bërë biznes. Ata theksojnë vështirësitë vazhdueshme për shkak të korrupsionit në sistemin publik, për shkak të sistemit gjyqësor dhe prokurimeve publike që narkosi i ka shkatruar dhe për shkak të konkurencës së padrejtë. Thot edhe për shkak të pastrimit parave, të asaj orës 500 euro dhe të takimit Arubës. Po. Thot që ndryshohen legjislacioni fiskal sipas interesave. Po, të obortarve. Thot edhe i gjë tjetër për pronën, po ju s'doni t'ja dini të drejtën pronësore. Një VKM ja merr pronën qytetarëve në Bregdetit dhe ja jep një obortari ose një gastorit qeverisë, investitor strategjik. Këto janë, po. Pa diskutim, shpopullimi është problem madhor, sepse ikin shqiptarët për shkak se ke narkosin këtu, pra na ikin. E thot raporti, po, komuniteti i biznesit thot, raporton se prania e madhe e të ardhurave të paligjshme nga trafiku i drogës, nga kontrabanda, nga evazioni fiskal që e bën narkosi këtu, po, dhe nga korrupsioni, po, shtrembron konkurrencën në treg, po, investorët e huaj raportojnë se kanë qenë objekt shantazhesh edhe nga administrata, pra gjoba nga narkosi këtu, por edhe nga mediat që ju i keni kontrolluar dhe i keni kthyer vari Karlo shumicën e mediave në këtë vend, edhe nga grupet kriminale, pra nga kartelet. E thot raporti Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra ju ka bërë një skaner ju dhe kësaj grupit tu që është narkos, një skaner jashtë çdo perceptimi. Kur e thoshim ne, jo opozita, ja po e thot raporti Departamentit Amerikan të Shtetit të. Po raporti thot se raportet për korrupsion në prokurimet qeveritare janë të zakonshme, me investitorë që raportojnë rastet korrupsionit dhe që vënojnë ose pengohen qëllimisht investimet në Shqipëri. Ja, pra kjo është pasqyra juaj, kjo është fytyra e juaj. Përdorimi i vazhdueshëm i kontratave i atyre PPP-ve të famshme që Erioni ke pas kundërshtuar dikur, po, thot, ka reduktuar mundësitë për konkurrencë. Duke përfshirë kryesisht investorët e huaj, zero shans konkurrence. Narkos i ulet dhe cakton, ky Karagjoz do të marrë këtë, ky obortar, ky lozonjar do marrë këtë, dhe i mbyll. S'ka as ligj as gjë. Edhe nuk e themi ne, që t'jemi të qartë për këto. Por çfarë thot tjetër raporti i Dashit? Disa investitor amerikan janë përballur me mosmarrveshje të vështira tregtare me entitetet publike dhe private. Pra me këta. Me përfaqësinë e Arubas. Prit, me përfaqësinë e Arubas. Investitorët amerikan janë përballur me përfaqësinë e Arubas, thot. Po. Dhe ke dy raste që kanë përfunduar në arbitrazh ndërkombëtar. Prit, mos u ngut. Pra, çfarë thot tjetër raporti? Raporti thot, të drejtat pronësore vazhdojnë të jenë një sfidë e madhe për Shqipërinë. Pasi në Shqipëri është shumë e vështirë që të sigurohet titulli i qartë i pronës. Çfarë tregon? Urrëtitjen që narkosi ka për pronarët legjitim, sepse ka një program për të rrëmbyer gjithë pronat, edhe me investime strategjike në Begdet, po dhe tani me programin e Malit, për të rrëmbyer pronat dhe për t'ia u dhënë gastorëve, obortarëve apo hysmeqarëve të narkosit. Por mbi të gjitha, Aruba është ajo që u liret sot gjithkund. Po, me që u bët kurios, po ju a them, 2 ministra
tuajet kanë qenë të deleguarit e narkosit në samitin e Arubës të mandatuar. Faleminderit zoti Noka, fjalën e ka kërkuar zëvendës kryeministri Zonja Balluku. 10 minuta.